Zoti Presidenti i Republikës, ju e dini që jeni trashëgimtar direkt i Gjergj Kastriotit Skënderbeut? Sigurisht, në rrafshin institucional, por dhe në atë praktik. Ju jeni komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura shqiptare. Ju jeni drejtues dhe përfaqësues i shtetit shqiptar. Ju jeni numri 1 që duhet të mbrojë interesat e kombit shqiptar. Pra, Presidenti i Republikës sot të Shqipërisë është asgjë më pak dhe asgjë më shumë se ajo që ishte dhe detyra, roli i heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Ndaj Zoti President, roli juaj është shumë i rëndësishëm. Është jashtëzakonisht vjetik sot për Shqipërinë. Ju e dini që jeni përfaqësues i një populli jo të vogël. Pasi ju përfaqësoni një popull jashtëzakonisht të madh. Ju përfaqësoni popullin e Gjenezës. Populli shqiptar është themeluesi i kontinentit ton të vjetër. Ne flasim gjuhën bazë të kontinentit evropian. Pra, ju përfaqësoni një kombë që ka dhënë me dhjetra perandor, perandorisë Romaku i Lirë. Ju përfaqësoni një kombë që ka dhënë Pap Vatikan. Ju përfaqësoni një kombë që ka dhënë muzikant, kompozitor, skulptor, filozof, pafund Evropës dhe gjithë botës. Pra ju përfaqësoni një kombë gjenjal, një kombë që duhet të jetë pjedestalin më të lartë të kombeve të ndëruar në gjithë botën. Pra andaj duhet një përfaqësim dinjitos, një përfaqësim i sinqert, një përfaqësim prej një dashnori të vërtet të atëdhëut tonë. Unë ju krahasova me heroin ton kombëtar Gjergj Gjon Kastriotin Skënderbeun në aspektin institucional. Por mbetet tek ju dëshira për të ngritur në rolin e tij dhe si përfaqësues i vërtet i popullit, si mbrojtës i interesave të tij. Zoti President, unë ju bëj këtë apel juve sot që të ngriheni në lartësinë e detyrës tuaj, në lartësinë asaj që ju përfaqësoni dhe mishëroni për kombin shqiptar. Unë nuk ju njoh personalisht, nuk e di dëshirat, pasionet e juaja personale, por di që ju keni qenë një ushtarak, dhe se një ushtarak duhet t'i ngjani edhe më shumë heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot. Ju keni bërë një betim i flamurin e tij. Ju keni bërë një betim i flamurin me shkabën dy krenar. Të njëjtin që luftonte, me të cilin luftonte heroi jon kombëtar dhe mbronte kombin tonë. Ndaj Zoti President, unë i bëj thirrje pozicionit tuaj, institucionit tuaj, asaj që ju mishëroni për kombin shqiptar. Mos i firmosni ato ligje që po aprovon sot Parlamenti shqiptar. Ato ligje që dëmtojnë rënd integritetin kombëtar shqiptar. Ligji për shitjen e pronave bujqësore, tokave bujqësore, është një rrezik i madh për kombin tonë. Shitja e këtyre toka të huajve do sillte mbasi një kolonizim të Shqipërisë e cila ka mbetur pa shqiptar, pasi ka një tendencë prej 20 e ca viteve, 30 viteve, të shtyrjes së shqiptarëve për të ikur, për të gjetur arratim dhe për të strehuar në vende të tjera, për të lënë vend të lirë. Dhe tashi që Shqipëria po çlirohet nga shqiptarët, pikërisht tashi duan të miratojnë një ligj që të shitet toka dhe ajo bujqësore tek të huajt. Zoti President, nuk duhet asnjë lloj inteligjencë e madhe për ta kuptuar që këtu ka diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon pasi është një ligj tjetër i tmerrshëm, që është ai i paketës së madhe, i cili nuk duhet dekretuar, i cili duhet kthyer mbrapsht, pasi është i rrezikshëm se po shitet për tej Bregdetit, për tej toka bujqësore, po tentohet që të shiten dhe madhe. Zoti President, keni mbetur mbase figura fundit që mund të
vjet kundër kësaj masakre që po i bëhet kombit tonë. Përmenda parë herojnë tonë kombëtar. Por janë me dhjetra dhe me qindra shqiptarë që kanë dhënë jetën, e kanë larë me gjatë tokën tonë. Ndaj, ju lutem pafundësisht, në emër të gjithë shqiptarëve të ndershëm, të gjithë atyre shqiptarë që e duan kombin e tyre, pash buken që hanë president, pash gjakun e të parve, mos lejo që të shitet kombi jo. Do mbesim si kur të pat dhe, në këtë mënyrë do shuhemi si kombë. Është thirrja e Gjergj Kastriotit, është thirrja e martirëve tanë, është thirrja e të parëve tanë, është thirrja e gjakut të atyre që e kanë dhënë pa u trembur, që ne sot të gëzojmë një atë. Ndaj, president, ju përgjëroj. Dilni hap. Ka njerëz që mendojnë që nuk di se ku jeni. Unë e di që ju po mendoni, po reflektoni. E imagjinoj sepse jeni presidenti i shtetit shqiptar. Nuk mund të heshni. Dilni aty ku duhet, zoti president, dhe i thoni jo. I thoni jo shitjes së kombit tonë. Unë e di shumë mirë pozicionin tuaj të vështirë. Unë e di shumë mirë që ju nuk jeni një president i zgjedhur nga populli, që t'i kundërvjen një institucion që ju ka zgjedhur, që është parlamenti. Por ju garantoj, ju them me siguri të plotë, do keni mbështetjen e gjithë popullit nëse ju bëni një veprim të tillë. Nëse ju do e mbroni me nder, me shpirt, me zemër të drejtën e mbijetesës së kombit tonë.